A e dini se qielli që shihni mbi kokë nuk është i palëvizshëm? Në këtë sekond që po flasim, galaktikat po largohen nga njëra tjetra me një shpejtësi marramendse. Universi po rritet. Kush e dinte këtë para se të ekzistonin teleskopët? Për shekuj me radhë, njerëzit besonin se universi ishte statik dhe i pandryshueshëm. Vetëm në vitin 1929, Edwin Hubble vërtetoi se universi po zgjerohet vazhdimisht. Por dëgjoj mrekullinë e Allahut. Në surën Adh-Dhariyat, Allahu i lartë madhëruar thot: ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Fjala arabe musi'un do të thot saktësisht duke e zgjeruar, një fakt kozmik që shkenca e zbuloi dje. Kurani e shpalli më shumë se 1400 vite më parë, si dëshmi të fuqisë së pafundme të krijuesit. Nëse Allahu ka fuqinë të zgjerojë këtë univers të pafund në çdo milisekond, a mendon se ai nuk ka fuqi ta zgjerojë gjoksin tënd dhe t'i jap rrugdalje problemeve të tua? Ai që kontrollon hapësirën, kontrollon edhe fatin tënd. Shkruaj subhanallah nëse ky fakt të arriti besimin dhe ruaje këtë seri për t'ja treguar të tjerëve.